Rekomandimet e përfshira në rezolutat për veprimtarinë e institucioneve të drejtësisë dhe shërbimit civil në Shqipëri u diskutuar në mbledhjen e përbashkët të komisioneve për çështjet ligjore dhe nismat qytetare. Opozita fillimisht kërkoi kohë për t'u njohur me projekt rezolutat. Nuk është fare serioze që në një moment aq më tepër që opozita ankohet për ngushtimin e hapësirave të saj, mbylljen e zërit të saj në seanca plenare, ju me cilësinë tuaj si kryetari i komisionit dhe si antar i konferencës kryetarëve që njihni fare mirë të shqetësim të opozitës, të njëjtën skenë të shëmtuar që na servir për fat keq kreu i kuvendit në seancë plenare, të përpiqemi ta replikojmë edhe në mbledhje komisioni. 6 projekte rezoluta me të cilët asnjë nga kolegët e mi, të paktën në këtë anë të tryezës, nuk janë njohur deri sot në orën 10:00. Kam gjithë kohën e nevojshme në dispozicion deri në darkë. Nga tani deri në 10 darkës. S'ka mas një ngutje. Nëse doni ju një orë kohë të njiheni me rezolutat, për mua s'ka asnjë problem, merreni zoti Xhafa një orë kohë të njiheni me rezolutat, merreni një orë kohë pa diskutim, një orë kohë merreni për rezolutat, njihuni me rezolutat, në kryt një orë fillojmë mbledhjen e përbashkët dy komisioneve. Relatorët e projekt rezolutave referuan në rekomandimet për institucionet që pritet të raportojnë edhe në seancë plenare. Pasi kemi dëgjuar dhe diskutuar raportin e paraqitur nga prokurori i përgjithshëm, Kuvendi i Shqipërisë rekomandon që prokurori i përgjithshëm për vitin 2025 të angazhohet veçanërisht në këto drejtime. Të intensifikohen hetimet proaktive dhe hetimet që nisin kryesisht nga prokuroria, duke forcuar rolin aktiv të prokurorit dhe duke rritur përdorimin teknikave të posaçme hetimore. Pasi kemi dëgjuar dhe diskutuar raportin e paraqitur nga ana e drejtuesit SPART, paraqesim këto rekomandime për strukturën e posaçme, ngritjen e një grupi pune në bashkëpunim edhe me prokurorin e përgjithshëm, SHISH dhe agjencitë e tjera lizbatuese për përgatitjen e një analize për grupet e krimit të organizuar aktive në aktivitetin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Kuvendi kërkon që komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil për vitin 2025 të angazhohet në këto drejtime. Të intensifikohen inspektimet në njësitë e vetëqeverisjes vendore duke i dhënë përparësi atyre me shkret të përsëritura të procedurave të shërbimit civil. Me qëllim përmirësimin e transparencës dhe komunikimit publik, KMSHC të zhvilloj platforma digjitale për raportim dhe ankim nga nëpunësit civil dhe qytetarët për shkelje të procedurave. Rekomandimet u kundërshtuan nga përfaqësuesit e opozitës duke sjellë në vëmendje dhe gjetjet e raportit final të OSBE-ODIHR për zgjedhjet politike të 11 majit. Të gjitha këto institucione për cilat ne do diskutojmë sot rezoluta janë pjesa të raportit. Por nuk janë me fanfar, me duartrokitje, me vlerësime. Janë me kritikë të pastër. Ndërsa deputeti Ivi Kaso deklaroi se rekomandimet për institucionet e drejtësisë nuk përfshin shqetësimet e opozitës. Është e pafalshme për ne që të mos reflektojmë asnjë nga, siç e thotë zoti Blykbashi, shqetësimet e ngritura lidhur me performancën e institucioneve, veçanërisht në raport zgjedhore, siç është konsideruar dje në raportin e ODIHR-it, i cili pavarësisht se vlerësonte deri në një farmase ngritjen e njësive përbashkëta hetimore të SPAK-ut dhe të prokurorisë së përgjithshme së bashku me KQZ-n, në fushën e veprimtarisë të cilave bie krimi zgjedhor, në masën 10% krime të cilat duhet i adresoj SPAK-u dhe 90% të krimeve të tjera zgjedhore që janë kompetencë e prokurorive të zakonshme, e prokurorisë përgjithshme, dhe këtu lidhen gjërat, dhe atë pamjaftueshmëri që konstaton ODIHR-i, atë pamjaftueshmëri të tyre që e theksojnë dhe nënvizojnë me forcë në një raport publik me vlerë kaq të lartë. Pas debateve, 6 projekt rezolutat për veprimtarinë e prokurorisë së posaçme, prokurorisë së përgjithshme, Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe rezolutave për administratën publike u miratuan me votën e mazhorancës.